Fryti i së vërtetës. Fjalët e Elohimit në zemrën e dikujt. Mënyra e jetës. Zbulesa 4:3. Hebrejve 10:20. 21. Fryti i së vërtetës. Zemra, hiqni të pavërtetën nga zemra juaj dhe bëjini tokë të mirë, mbyllni farat e së vërtetës dhe jepni fryt duke kultivuar të vërtetën. Rikthimi i tokës. Gjeni të pavërtetën që Bibla thotë të hidhni ose të mos bëni, hiqeni nga zemra dhe bëjeni tokë pjellore. Mbjellja e farave të së vërtetës. Gjeni të vërtetën që Bibla thotë të ruani dhe mbyllni farën e së vërtetës në arën e zemrës të bërë me tokë pjellore, kultivoni atë dhe jepni frytin e së vërtetës. Fryti i së vërtetës. Fryti i së vërtetës. Projekti. 1. Projekti, hidheni. 2. Projekti, mos e bëj. 3. Projekti, mbaje. 4. Projekti, bëje. IV, projekti, bëje. Nxirreni të pavërtetën nga zemra juaj dhe bëjeni tokë të mirë. Mënyra e jetës. Zbulesa 4:3. Hebrejve 10:20. 2 Pjetrit 1:7. Mëshirës dashurinë vëllazërore dhe dashurisë vëllazërore dashurinë. 2 Pjetrit 1:10. Prandaj, vëllezër, përpiquni gjithnjë e më shumë ta përforconi thirrjen dhe zgjedhjen tuaj, sepse duke bërë këto gjëra, nuk do të pengoheni kurrë. 2 Pjetrit 3:12. Duke pritur dhe shpejtuar ardhjen e ditës së Perëndisë, për shkak të së cilës qiejt marrin flak do të treten, dhe elementet të konsumuar nga nxehtësia do të shkrihen. 2 Pjetrit 3:14. Prandaj, shumë të dashur, duke i pritur këto gjëra, përpiquni të jeni përpara tij të papërlyer dhe të paqortueshëm në paqe. 2 Pjetrit 3:17. Ju pra, shumë të dashur, duke i ditur këto gjëra, ruajuni se mos ligështoheni në qendresën tuaj, të tërhequr nga gabimi i të pabezëve. 1 Gjonit 2:24. Ajo që ju, pra, dëgjuat nga fillimi le të qëndrojë në ju, në qoftë se ajo që dëgjuat nga fillimi qëndron në ju, edhe ju do të qëndroni në birin dhe në atin. 1 Gjonit 2:27. Dhe, sa për ju, vajosja që keni marrë prej tij qëndron në ju dhe nuk keni nevojë që ndokush t'ju mësoj, por, duke qenë se vajosja e tij ju mëson çdo gjë dhe është e vërtetë dhe nuk është gënjeshtër, qëndroni në të ashtu sikurse ju mësoi. 1 Gjonit 3:7. Djema, kur kush mos ju mashtrof, ai që zbaton drejtësinë është i drejtë, ashtu sikur është i drejtë ai. 1 Gjonit 3:11. Sepse ky është mesazhi që dëgjuat nga fillimi. Ta duam njëri tjetrin. 1 Gjonit 3:18. Djema të rinj, të mos duam me fjalë, as me gjuhë, por me vepra dhe në të vërtetë.